Projekti parë është mi hap projektet se kur janë konë përpara fabrikat, si janë të mbyllta, janë zapume, mi hap. Ajo është. Edhe aty po tham do të më qu Gjakovart, edhe me vazhdu, edhe mi hap projekte. Unë e moj men Albin Kurti kur ka ardhur në Gjermani ose në Evropë, ka ardhur me marrë vota, me fitu vetëm me shaqje. E shonu që kënë. Fol keq, i shon edhe nana tëna, se na u kanë vërëndu. Motrat, se na u kanë prendu, na u kanë dhunu. Një njerëz se ka marrë një pozitë, edhe e shon edhe u që kënë, edhe na kalon brapa. Popullin me ushqy, edhe me liftu për drejtat e kreve të luftës, se janë hapë. Qose se banë këta, na kena më humë, a Serbia s'na ka bo këta, që na banë këtër. Gjakovarta ka një kulturë gjermane, një kulturë kulturë. Gjakovart në kohën ish Jugoslavia kanë vëdhej krejt Kosovën. Ti ke marrë dhe nusën me vete, a ke vështirë me bindë që me prunë Kosovë? Nusën e ka marrë me vete, po kjo më ka marrë më ka prunë. Wow! Në Gjakovës dina më fort. Jeni orator kështu, a? Farë menimi ka pas për ty kur të ka pa për herën e parë? Bëse sto këdah kujdi një që është të marrë këzejnës. Çfarë njeri mirë. Çfarë njeri mirë direkt ashtu, a? Për ne me ju në Gjakovart njeni pak si kur ta maqara, pa të vështirë me ado zemrën qikës. Badi hova. Badi hova. Apo dhe me bo pite, fli. Dojna me qenë një shritore, një pikë, ku mi mbledh gjizën, djathin, vot. E në Gjermani më së pare jetohet mirë? Në vare, 1000 €, 700, 800, po jeton keq. Nuk e ki këtë liri. Kjo i këshër pullat, në shërë. Përshëndetje miq të Gazet Kryezdamos të podcastit Tupa, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Besoj që krejt e keni nikë shprehjen që edhe Parisin me ma fal, me Gjakovën nuk e ndroj. Kështu që për një men nuk e ka ndru. Kështu që sot me mu bashkë në studio është dikush që kandidon për kuvend komunal në komunën e Gjakovës, e që është kthy nga Gjermania për këtë pozitë, për këtë vend, për vendin e vet. Kështu që si rrallë herë që na mësuam i pa kandidat për asamble, ky i fundit ka ardhur bashkë me nusën e vet, e që nusën e ka prej Gjermanie. Kështu që kam nderin që sot me mua bashkë në studio është Ndu Gjini, bashkë me nusën e vet Mone. Kështu që përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ke ardhur dhe ju. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Mos na lin, pak problem derisa ta ambientojmë. Folme, po tani shkon kështu ta më mirë. Si fillim po duhet vet, a e kishe ndru Gjakovën hajt pra me Prishtinën? Jo. Heqa? Me vërtet jo. Pse çka ka Gjakova diçka? Gjakova ka shumë, po Prishtina o bukur. Do të më prej 2 orë për 3 kilometra, po mirë. Po mirë është kështu. Gjakovën se ndroj me asnjë shtet, me asnjë qytet. Po dhe më konë, Prishtinë jam vend temi. Po, apo Po shqyqyrë se kem Gjakovën. Ajo kryesore. Është super. Si fillim unë më ka du me të pyet pak për nusën, se për një me pak çudi, me ardhë hajde okej, nëse ti kishe ardhur me jetu vetë në Kosovë, po ti ke marrë dhe nusën me vete, a ke vështirë me bindë që me pru në Kosovë? Tash nusën unë se ka marrë me veti, po kjo më ka marrë më ka pru në Kosovë. Wow! Unë ne kemi pas një farmë në Gjermani, për pula dhe biznes ndërtimi, erdhëm me grunë shpesh në Kosovë dhe i pëlqej ambienti dhe i pëlqen njerëzit. Njerëzit në Kosovë? Njerëzit në Kosovë përgjithësi. Cili është një sen që i ka pëlqyer mas pari kështu në Kosovë kur ka nusja? Bjeshket, natura, edhe afrimi njerëzit, të marrë, të përqafu. Ti thonë faleminderit se na ka vizitu. Kjo. Kështu që kjo konë. Kisha dash me pyet edhe pak këta, si fillim ato ditë e para kur ka ardhur në Kosovë, çka i ka lënë për shtypje? Ditë e para kur kemi ardhur, kemi shtryp në Tiranë, domethënë bjesht, natura, kjo. Domethënë këtë rrugën kemi nxjerru, kemi fotografu naturën tonë. Po. Që na ka fol Zoti. Prej Shqipërie deri këtu në Kosovë. Apo na tregoni pak çu jeni njoftu? Apo do më tregu te, apo do më lë nusën me fol nëse s'e ka vështirë? Qështë ka qep, me këtë sorë celen, vi unë s'kenë ngilant, o dhe zoli sa së klirën, e celen. Du kanë s'kanë e celen. Kështu që o ka thot që ma mirë me kallëzu ti, a? Po. Okej, hajde, kallëzën Jo, atë. pa mund është me tregu ti. Po. Mi opi drejtën. Ta dha drejtën me folë. E kam taku me një dasëm, shopi tem,
i Vlorës, në Dresden. Dhe më thonë jemi shuku, po kjo shkoj ulapet në Kavalin tjetër, edhe mas një kohë mendova kush ke ajo, po njeri nuk i flet çdo kujt kur ta sheh. Atëra mas 6-7 muajve e kam pa me do një shok dhe shoqe teme, edhe i pyti atë, thash ajo gruaja se ulet afër jush, a ka ne kanë, thënë jo. Thash se e kam pa taku një herë. Edhe shkova në Tavalinë aty, më therën ata, dhe më thanë, kjo më thotë ty një, kam desh më të pa, më vizitu ty, edhe aty kemi një tjemë. Dhe më thonë, sa shkoj kjo, gatë kështu të... Dhe më thonë, ndasëm, në realitet, në Hochzeit wir haben uns nur kurz gesehen, ne? Nee, wir haben uns kurz gesehen, haben Hallo gesagt, aber wir haben Kena beide... përshëndet një tjetrin shkurt, edhe çdo kush ka ecë në rrugën e vet. Edhe qysh ka i takimi parë, mas që sajna, mas disa kohë mas darshme që u taku tapet, qysh ke që ajo? Kam takim shumë i bukur, se kur e kam pa taku, me të vërtet kam pa mendum ta. Një gru simpatike, ma lënë një përshtypje të mirë në pame. Edhe përmes shoqënisë, gjermanëve. A e menuve për një moment që nashta ka me thonë jo? Se nashta marrë në Kosovë, me ndru venin... Në Gjakovës dina më folë pak. Jeni orator kështu, Kemi pak muhabet. Okej, kisha dash tash me pyet kjo, në çfarë menimi ka pas për ty kur të ka pa për herën e parë? Was hast du gedacht, wo du mich zum ersten Mal gesehen hast? Was für ein toller Mann. Çfarë njeri mirë. Çfarë njeri mirë direkt ashtu, Super. Menimi yt për ta herën e parë? Ashtu. Super. Dhe më thonë tani jo vendosë që marrë me jetu në Kosova, ke puna e zgjedhjeve që të pruni në Kosova, nusës ju do bëjnë mirë dhe tha do të marrë me jetu këto. Ja, nusës ju do, po dhe vendi jam. Unë gjithë kam pas që më këthy. Unë jam shku qyshe 94-ën, si thmi. Bashkim familjar, kam dash më bashku prindve, po gjithë mendën këto kemi pas në Kosovë. Po monit i ka pëlqy Kosova, edhe do me jetu këto. Sa ke vështirë me marrë që të vendim edhe marrë në Kosovë, me ljonë krejt atje që ka keni kriju, si te përmenë që keni pas edhe një firmë në Gjermani, sa ke vështirë me ja u këthy shpinën ashtu me një farë forme, edhe marrë me investu në Kosovë dhe me punu në Kosovë. Për mua kanë pak e vështirë, për me lanë vendin atje, për në fillim, a për këta nuk ka kanë hesi vështirë. Do më thonë, me të vërtet ka pas një dëshirë madhe. Wie schwer war für dich, hierher zu kommen? Ganz einfach, weil ich war das erste Mal hier gewesen und fand es so schön und habe ja dann immer wieder gewollt, dass wir hierher kommen, um die Schönheit des Landes zu genießen und die Natur. Ka qenë shumë thjesht. E para herë ka pëlqy, bukuria e naturës, kjo ka qenë. Tash, që për dëni me bo në Kosovë? Tash të për me jetu në Kosovë, normal, na e kena një shpi që s'kena me pagu kur gjën ta, po dhët me pas edhe të ardhura me punu, diçka me bo, diçka që për me dëni tash me bo në Kosovë? Na në Kosovë kemi vendos, kemi një farmë, sukur e kemi bo në Gjermani, do më thonë, po edhe kemi edhe lopë, viqa, po na kemi vendos me grunë, mi u bashkaqit, të gjithë dhe katunov, mi jap një mundësi, çdo gru, se nuk ka burë, e kemi edhe një kulturë, se gratë nuk dalin ditë për ditë në për qytet, mi jap një mundësi të kenë pula, ose të kenë lopë, do më thonë një morë, dëna me qenë një shritore, një pikë, ku mi mbledh gjizën, gjathin, vot, ose vezë, si i thënë, edhe mi shritë, në për qytet. Kjo është ideja për me bo në Kosovë. Po na kemi bo pula, njëherë për njëherë, edhe do lopë. Qëtu e keni njëherë për fillim? Ja, po. Okej, super. Unë përdu me pyta shpak nusën, me kalu dhe pytje ka kje. Për një me ju në Gjakovart njëni pak si kur ta maqara, pa të fështirë me adho zemrën qikës. Sie sagte, wir aus Jakovo, wir sind ein bisschen geizig. Wie ist das geworden, dass ich dir dein Herz gegeben habe? Kann ich so nicht bestätigen. Vielleicht liegt es ja daran, dass du schon länger in Deutschland gelebt hast und nicht so der typische Kosovar, sondern vielleicht eher mehr Deutsch. Aber du warst also ich hatte nicht das Gefühl, dass du geizig bist, ganz im Gegenteil. Kjo nuk e ka pas se jam
tamaqar, po mund të thonë se jetoj gjatë në Gjermani, edhe është ajo kundra, domethënë e kam dorën e shlirë. Super, duha pas këtë dorën e shlirë. Po, duhet. Cilat kanë fjalët e para kur kjo ka në Kosovë që ka hasën çato fjalë, diçka që ju ka duke interesant. Se na kena do shprehje që kur i nin dikush që duken interesante, sidomos tyne që nuk janë në nacionalitetin ton. Was war für dich interessant die erste Spruch hier in Kosovo, was du gehört hast? Bodyhover. Bodyhover. Aber weil das so lustig klingt. Und I love. Ich habe immer nicht verstanden, warum sagen die I love? Weil warum fragen die, ob du müde bist am frühen Morgen? Dhe më thonë, njeri në arhije, edhe i vje dikush po rrugë dhe i thot a je lodh. Edhe kjo pyet, pse i thojnë atij a je lodh? Të nejtë ku ka shtrit ratë. Ty duke e pa zakont. Po, kjo së ndodhë në Gjermani. Nuk ndodhë, se ju atje si vjen ju nashta juve me nejtë, ashtu që na vjen pak neve në Kosovë. Kjo pa kultura jonë. I kena të sene, që ata thashka ju ka duk një diçka interesante. Po cila kon fjala ma e vështirë me mësu? Welche war das schwerste Wort? Oder wir haben keine schwere Wörter. Also bis jetzt war jetzt nicht so, dass ich das nicht aussprechen Der ist ja konnte. schnuckiger Boss. Ganz im Gegenteil, eher die, wenn ich Deutsch lerne und die Kosovaren können aber das Deutsch nicht, weil die mit dem R nichts anfangen können. Këtë kundra është, në atë Kosovës nuk muna me rë më folë. Po? Po. E këta e kanë? Ta nuk e kanë këtë problem. Kjo nuk e ka. Okej. Është adaptu mirë, edhe në gjuhën të. Sa po ti plëcan ato qefet e tua me ushqime tradicionale, a i ka mësua, alo? Apo dhe me bo pite, fli? I know. Wie ist das mit den Traditionen essen? Was kannst du machen? Also ich mag gern Börek oder Pite, Fli auch, aber lieber... Er hat mit der Schier Börek, Pite oder Fli. Und kannst du selber machen? Selber kann ich machen, Pite, me kongël, Pite, me djath. Kush e ka mësu mi bo këto, a i ke mësu të se nështë edhe te i ke dita? Jo, i kemi ditë në mi hangër, po i kam mësu për i konatëv, edhe për i grus kushërinit jonë. Rrinë shumë me ta. E kanë afru shumë. Qysh i doken kështu shqiptarët, për shembull? Çfarë përshtypje ka kriju për ta? Çaj vjen me nejtë kështu të kohën, për shembull, që e përmeni edhe vetë konati, kështu qysh i doken këto? Wie ist das hier mit uns Albaner, Kosovo-Albaner? Die dich aufnehmen, oder wie ist das mit den Volk? Die sind ganz, ganz herzlich, also ganz freundlich, ganz schon offen, schon, ganz warmherzig. Ja, Zeit spürt nicht. Viel wärmer und herzlicher als in Deutschland. In Deutschland Janë shumë më të zëtë, më të ndershëm, më të mirë Se se në Gjermani janë më të ftoftë. Po, më të ftoftë. Unë i di të fjallë gjermanesht, për nuk jem ka du me ja bo pyetje në gjermanesht, ma mirë për ja bëj anglisht se për bona horna, i se? Kështu që për du me vetë që can you speak any word in Albania? For example, some words you hear and now you know to speak. Yes, sure. For example, përshëndetje. Okay. Tusie. Tisje. Okay. Qyshje. Tushie. Qyshje. Tushie. Jo turshi. Or our animals. Lopa, visha, kincha, pulat. Oh, you have so much love for them. Pasha zote po. Badi hava se pas ke pru në Kosovë, po më doket. Ka Pas ka pru vetën në Kosovë. Edhe nëse ti kishe thonë s'po dojna me shku, kje më doket pas ka pas me arë vetë. Po, kjo ka problemi kur thot qyshje, thot su më thon turshi. Do thonë s'kena më turshi sa. I thojnë ai kusha, cila ka ndaj shprehje çështo që ja ka thonë dikujt edhe se ka kuptu, për shembull, ndoshta ai kusha se e ka thonë çështo lezetshëm, por që dikujt na për juve ju ka kesh se çysh po e thon. Jo, ka fol mirë. Me vërtet ka fol mirë. A ju dash ko me mësu çto fjalë në gjuhën shqipe? Jo. Super. Jo. Unë pa hi ani ka politika ne herëm ka du me vese gjithë se cili njëri ka një idol dhe që shumë e kanë bindjen që ju që nuk i keni jetu në Kosovë me pa tjetër e keni pas idol dikan. Jo, aban mi pikë këto se edhe në shtëpi vetëm këtu i blena.
Edhe janë shumë të mira. Veç mirë të botë. Faleminderit. Me këtë su? O, a pisha se na i kena djemë të mirë, ta qesin edhe ujin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Super. Bëv mirë. Që, bëv mirë. Jo, super, pas kam së gjuhën kjo. Andaj ditë gëzuar edhe juve. Apo na kallëzon pak për idollet e tua. Se më duket gjithë qysh e ki dika, na? Po, unë i kam 2 idola. Dhe më thonë, kam Bacë Nasim Aradinën. A më nëshme nga kallëzu pak pse dyqyr, se pakon një shkas ti s'kishe mujt me pas idol. Shka t'ka bo që ti me pas një dashuri kështu, nëse mujna me qujt për ta? Po, është e vërtet kjo. Për mua është një njeri na kemi përjetu vetë luftën. Luftën në Gjermani, ku s'kemi mujt kur gja me banë Kosovë. As mi ndihmu Kosovës. Qa i kemi ndihmu, jemi shku në demonstrata, kemi organizu, si në Rambuje, po dhe më thonë s'kena mujt as një njeri këto, se ka vdek në rrugë, e ka liftu për jetën tënë, për më ardhën që tu me jetu. Dhe më thonë, mund të stu më gabu, është një për mu Bacë Nasim, se të gjithë liftëtarët, po Bacë Nasim e ka një histori, si i ri, si fëmijë i njëkom, si familje, dhe ka liftu me gjithë familjen. Marrë lufta, na prunin lirin, masani apet nuk e lanë rahat, e morën e përburgje. E keq përdaren. Një njeri fort më në apë vëllnet, më në apë fuqi, më në të rëgu se kur s'ka më dërzu dhe më zdërzomi. Se me të vërtet, na i natu keq përdorë shumë. Kjo është një idoli jemi, se ku më karo më ne me ta, kur s'kam një fjallë këshia. Vetëm fjallë të vëllnetit jetës, fjallë për shqiptarët, fjallë bukra. Edhe idol, është idol i heroj, jo një gjallë. Na herojt e vjetër, si Skënderbeun e këta, na nuk mujna më mi prek, Adem Jasharin. Dhe më thonë që tash mujna këta mi prek trupin e tinu, se i kemi gjallë, heroj gjallë. Po idoli jemi kë. Qka është një diçka që t'ka inspiru? Vëllneti i lirisë, se nuk ka dorëzu as me një mënyrë. A keq përdor para lufte, aja ka pas gjithë jetën luftë. Në përburgje, ka dalë për burgit, nuk ka pas më frikë. Ka hecë lirin, ka dashme në prunë e lirin. Ajo është një idol i lirisë, a njëse ta fa lirin, s'ka të sen ma bukur në botë. E kjo është për Bacë Nasim. Atë kam idol edhe Gjan Berishën. Një njeri ku kam jetu në Gërbet, një njeri biznismen, se nuk ka dorëzu në biznise, ja ka hapë së të njeri dyrt. Kur dheq lufta, do më thonë, edhe Gjan Berisha u angazhu shumë. Kam idol për biznis, idol futbollit s'kam, po qëta janë idolat e mi. Pas kemi aftu shumë. Njerëz ku mu inspiru që me pa diçka edhe me dit me marrë diçka prej tëne. Këta dy janë idolat e mi. Ti ke vendosur dhe më thonë tash marrë me jetu në Kosovë. Po. Nuk e ki plan më këthim në Gjermani, ja? Jo kur. Jo kur. Kur për besë. Po tash, a mund është me ja dalë me një pagë të asambleistit edhe me një firmë që e keni hapë me jetu në Kosovë. Të pas parasysh në ashtat të ardhurat atje i keni pas shumë ma mirë se sa këto. Grujemi ka fitu në Gjermani 12.000 euro. Dhe më thonë, i kalon rrogën, punën, për më ardhë me jetu me pak pore, për me jetu me njerës. Më ka një gëzu shumë ditë për ditë. Me të vërtet jenë gëzu shumë. Keshim, rrim me njëni tjetrin, ta në Gërbet nuk e ki. Edhe njeri mundet me fitu këtu ma shumë se atje. Tu ki, tash më stim shumë ka qeveria, do të më ndryshu shumë, po na e kena gjetë një rrugë dalje, më bashkëpunu me njerëzit bashkë. Me jetu bashkë, më na ofru njerëzit, kjo në tretimi jonë. E për qata për ne, në zdojnë mu bo milionera, po me pas një jetë, edhe kena me pas një jetë shumë të mirë. Me so para menon që mund është me jetu mirë në Kosovë? Me 1.000 euro, ku ta kish shpinë tane. Kur ta kish shpinë tane? Po. E në Gjermani me so para jetohet mirë? Në Gjermani, hyrën e ki në vare, 1.000 euro, 700, 800, po jetën keq. Nuk e ki këtë liri. Na kena mirë, na qomi herët,
pim espresson ose kafe në shtëpi, edhe natyrën e bukur, njerëz të mirë. Kjo nuk është në Gjermani. Qysh po filloni dita juja tash në Kosovë? Dita jonë fillon qomi në ora 5. Në 5? Në 5. Wow, më duket çta pas ke marrë pi Gjermanie pas ke për në Kosovë. Jo. Se të na nuk e kanë shprehim më shumë ora 5. Jo, qomi në 5, përgatitmi, e pim një espresso. Kjo i këshir pulat në shën, se nuk ka vetëm mi lëshu, po do të edhe mi këshir, a janë mirë. Unë shkoj ka ljopt, viqat, orën tuna dhe bëhat urat e të qisë manë. Sa i keni që tash, a e dini me shifër sa lop viqa, sa pula i keni bo? Ne kemi ba dikun 5 ljop, 7 viqa, edhe po najna të folë shumë me njerëz të katunit, të organizu. Do më thonë, jemi prim gjesit dhe në pramje në organizata, që është mujna më bashkëpunu me njëni tjetërin, me afru njëni tjetërin. Me të vërtet, kemi njerëzi, ka gratë e nasi ju ka vdek burri, është 45 vjeqara, ajo nuk ka grua, ajo një grua e re. Gjena më në shpe. Në aty afru mundësi se në Skenderaj kena një familje, ku 300 pule kanë përësit qash, edhe dojnë më bashkëpunu me ne, na mi shqit për ata, një ndimu, mi jap një kra. Një gru, mi fitu për shpije, 700 euro në muj, o shumë pare. Pa dal heq në rrugë. Edhe këta e kemi edhe kena me vazhdu. Apo na kallëzon pak më shumë rreth çfarë iniciativës që keni bërë, se nuk po du me kalu me një pjesë tjetër, pa e marrë vesh se ndoshta ka njerëz që kur e ndëgjojnë intervistën e juaj, kanë shprehin vullnetin dhe dëshirën me bashkëpunu me juve. Çfarë do të më plotësu, çfarë kriteri do të më plotësu dikush që me punu bashkë me juve? Në varën që ose ka lop, na kena me garantu se kena me mov gjizën, gjathin, kosin, po edhe kena me ju të regu se në Gjermani e kemi pas kështu, hygienet. Pas tërtimi do të më kanë paqt, në që ose ka lop, lirisht gjath, kos, qatë ketë. Do me thonë, do të mi pas qoftë pulen, qoftë lupen e vetë, ma ndej produktet që veç i nëzirë për i tëne, mundet me jap juve që ju me shit ato. Vetëm produktet katunit edhe që janë, të në Kosovë ishtë një shpreja gjithë pithushin bio, nuk është e vërtet, po pula që janë jashtë, që kanë në përkatune na dojna mjë marë edhe mi shit për ta. Do më thonë mujnë më orientu drejtet një, po dhe me bashkëpunu bashkë. Kjo ka një dëshirë me qenë një shqitore, në fillim, edhe gratë, që janë gra më punu. Kjo do me marë një rrugë, që cilë das du dein Ziel ist eine Laden aufzumachen und mit Frauen arbeiten. Das ist die Möglichkeit. Hofladen, wo wir quasi unsere Produkte verkaufen, aber bieten anderen die Möglichkeit, die jetzt auch einen Hof haben wie wir und Tiere haben, aber nicht wissen, wo sie die Produkte unterkriegen, dass sie zu uns bringen und wir verkaufen. Ata njerëzit që kanë bakti, do më thonë pula, nuk din ku me qu, mund direkt e na mi prunë, edhe na mi vazhdu mi shqit për ta. Në cilin qytet dëni me hap biznesin? Ja, në Gjakov, na kemi Gjakovën. Tha, ju do më thonë nuk i keni plan me lëshu Gjakovën? Jo kur. Vesh në Gjakov? Në Gjakov, po na më bashkëpunu, normal me Kosovë. Po në Gjakov dhe na mjanis, aty jemi, edhe njerë kem qef më konë për Gjakov. Atë mu vazhdu pikat. Apo ka gra në Gjakov që ju kanë bashku iniciativës ju? Mirë nuk kanë afru, na respektojnë, janë knaqëm, janë të hapë, keshin me njëni tjetër. Që në Kosovë janë largu njerëzit për njëni tjetër. O shumë gabim. Kur kemi ardhur kemi gjetës flasin për me njëni tjetër. Edhe na kemi marrë një rrugë, pse mu largu? Të afromi, në qovë se afromi, bashkë. Kena më mujtë krejt mi arrit ato, qa nuk kanë mujtë dhe sash mi arrit. Pa gjelozi, pa ego, se njerëzit e ne janë shumë e kanë egon. Nuk din mu thuj mrapa, toleranta do të më kanë. E këtu nuk i kemi, e këtu do të mi afru. Por na e na orientu në përkatune, atër për Gjakovën e dënë edhe gruja shumë, me Gjakovartë është kjo gëzushme, krejt njerëzit aftë, thot janë sukur Gjermantë, me të vërtet Gjakovartë kanë një kulturë shumë të mirë. Jeni pak tipa pak matrona, ama pesa pa jeni të mirë. Gjakovartë kanë një kulturë gjermane, një kulturë punëtore. Nashta që keni jetu nashta ma herët jashtë dhe kjo tani me i ka boqe me pruku dhe në Kosovë njëjtin sen. Po. Apo kalojna pak ka kandidatura për asamblej?
Flasim edhe Apo te. folim pak. Hajde folim. Që dëk nusës kur i tregove që do me kandidu për asamblej komunale në Gjakov. A petë në Gjakov? Zdita mja për këthej Gjermanisë, ma vajka, Na e patëm njës një drejtim për më punu me Gjakov. Dhe ma merr menja se ka më mujt, jam i bindëm se kena minimu Gjakovës. Kemi projekte edhe për Gjermani më punë. Në të përmena e kam Gjën Berishën e dol, a i ka firmat më të mdhona në Gjermani. Atë e kam një familje, shumë një familje të mirë. Familje Beiqi, e kam Bakin, Borimin, ku i kanë firmat më të mdhona në Gjermani, shoqni, e nuk muj mi për në Kosovë. Tash na do të mi bind edhe ata, mi thonë hade, se qeveria inshallah ndryshon pak. Se na kim qef, dëshira jonë është, na me mujt me zerë në Gjermani. Jo import, po eksport. Na do të me bo eksportin. Na kena shumë fuqit madhe për këtushit, me qune për shtetë Evrope. Atash njerëzit po kanë frikë më për këtu. Flasim me realitet, se dolëm për asambles, qeveria njëherë për njëherë nuk është, hiq. Moment të lëftë i bahap njësin Kosovë. Të veks, kjo do të më ndryshu pak. Çka menon që mund është me boti për Gjakovën ma mirë, ose për Kosovën ma mirë? Për Gjakovën, Gjakovarët janë njerëzit aftë. E pyeta një profesor, i thash, qa është me Gjakovarët? Tha, ju ka hupë rruga në bardë vetin. Nuk kanë fajs ju ka hupë rruga. Se Gjakova shumë e prekshme, pri lufte edhe mas lufte. Gjakova lanë edhe shumë anash. Gjakovarët në kohën ish Jugoslavia kanë vëdheq kajtë Kosovën. Gjakova nive na vynë, Gjakovarët me qelë firma, fabrika. Kjo është kërësoria për Gjakovarët. Gjakovarët nuk guxojnë, nuk banë mu durzu kur. Se zbanë, Gjakovarët e kanë një sistem gjerman, me vazhdu punën dhe me hec para. Unë e lutna se Gjakova vazhdon para. Me takime që apo të bjerë me shtetarë cilat për janë fjallët e tyne, qëfar probleme po kanë që për shprehin me ty më ndej? Që Gjakovarën ku ta takojsh, pa ta nëshu një mesele, nuk e len, mas pare. E unë e qeshi shumë me Gjakovarët se mas pare janë zemër mirë, mikë pritsa janë. Gjakovarët nuk kanë kohën shumë. Janë pak se të mbyllë shtu, si dojnë, a Gjakovarët presin. Dhe besoj se Gjakovarët veç presin për mjanisë. Dhe ata kanë për Gjakovën. Cili është projekti parë që e kishe bu në Gjakov në rast se ishe bu asambles, problemi parë që ta kishe vrasyrën dhe që te kishe thonë me që të thanë duhemi më mirë? Projekti parë është mi ha projektet se kur janë konë për para fabrikat, si janë të mbyllta, janë zapume, mi hapë. Ajo është. Edhe aty për thamë do të muqu Gjakovarët, edhe me vazhdu, edhe mi ha projekte. E kena kumeditën. Do më thonë për ankesat janë kumedita ka zërë shumë punëtur, s'kan pas qare. Na 6.000, unë që e di, që jam informuar kumedita i ka dikun 6.000 punëtur. Mund da më konë pak gabim, na do të më konë mirë njërës në këtë punë. Jo edhe me mbyll ata, se mundet edhe më mbyll, ku të sjellën keq shefat kryesor. Thamë për qeverisë, se unë e kam punën të qeveria. Dhe më thonë Gjakovarët janë fabrikat. Që mujna më prunë, në Kosovë kemi full, kemi për shtazë, kemi fabrikën e koncentratit. Dhe më thonë, na presim marrin për Serbia jenë atë prunë. Pse me prunë për Serbia kur e kemi këto? I kemi Devalt, i kemi tjertë, dhe në Gjakovë. Që kjo është ka priti une, mas pari na, mi ble për tonëve, tek me shit eksportin. Kjo është e prit një jeme. Edhe këta du të me bana. Edhe na mujna me arritë, gjitha shpi më ka tunde, ku ti ka 3 ljop, mundet mi ba dhe 30 ljop, ose 13 ljop. Eksportin e qumshtit me ba dhe në Gjermani, ose në Austri. Dhe më thonë na blejna për Serbia. Dhe kjo për mu nuk kanë rregull. Kjo nuk është rregull. Do të thotë që kjo është tani parë që
ty t'u ka dukë që s'është në rregull edhe ke vendosur më kthye në Kosovë, mandej edhe me kandidu për asamblejën në Kosovë. Edhe me mujtë dëshka me arrit bashkë. Edhe në qoftë se s'mujna me arrit mrena vitit, me bashkëpunu me njëri tjetrin. Më kon qelë të hap, jo të mbyllët, me ditë ku janë gabimet. Më ullë njëri me tjetrin, qërë na kemi në katon, ta tham një shtëpi kushërinit tem. Një burr punëtor, ka 7-8 lop. Kur nuk ka konkurru për diçka, se s'den, s'ka di ku mi marr. Kur s'ka shku kush mi ofru mi thon, këta mundesh me marr ti. Kemi djali ti do më kthye, ka kryer në Gjermang. Gruaja ti gjithçesh tash e kryen një zanat, thot unë du më kthy në Kosovë. Që është më kthy ai ku nuk ka shtall të love. Ka një shtall të vogël. Domethënë çdo du mi jam mundsu njerëzve, të hapën dhe më kthy njerëzve. Kemi shumë njerëz që dojnë më kthy. Kam taku edhe në fshat unë një. Kthy do me hap një farm për pula. Domethënë këto janë mundësitë më u lidh me njëri tjetrin, më fol. Më kon të lidh të hapt me njëri tjetrin. Domethënë sipas teje, veç ti mendon që njerëzit që jetojnë jashtë nuk shohin perspektivën në vendin e vet, dhe kjo është arsyeja që mandej nuk ju shkon mendja me ardhë dhe më kthy me investu për shkak të Kosovë. Ajo është. Se krejt dojnë marrë këto. Unë ta përmend në familjen Biçi, këta me më konë në Kosovë në rregull. Qeveria minimum 5 fabrikat më dhona, për Gjermani e mujnë marrë në Kosovë. Unë jam kom taku me Daniel Günther, me ministra presidentin, Schleswig-Holsteinit. Kemi fol për një pikë të vogël. Këto tankat ku hin nafta, për tankat e vogla, këto se hapën kapakat. Mi prun Kosovë dhe mi Polorat. Për këta kam bisedu ana jep VW-ja. Do më thonë njëri do të... Po, nuk janë sigurt. Na e dim që është momentalin çfarë gjendje jena. Po, inshallah ndryshon diçka, por në Kosovë, Angjakov ma merr me një PTK-ja vazhdan. A mendon që kësa eri mundet me fitu PTK-ja Angjakov? PTK-ja do të fiton. E kemi Ervin Shabonin, një djalë i aftë. Ish për naftën, inspektor, dhe më thonë e kalon atë punë për me qitë Kosovën para, ose Gjakovën. Në rast se zgjedhësh asamblejes, a mendon që kemi mungu grus të shtëpia? Tani kanë me të metë anash pak çdo punë që i bë kanë me metë kësaj me bë më shumë? Jo, në meçin ose në meçin punë pak se anash, koni do më thonë shumë i mirë se i në të marrë kohë edhe për tjerë. Më punu krejt bashkë. Pyete se çysh i duket kësaj nëse të ishe zgjedh asamblejes, me i kalu një ditë për shembull pa ty, pa të pa, se tani munden me pas qytetarët më shumë nevojë për ty, me thirr ata më shumë. Videre wenn ich gewählt werde und einen Tag bist du ohne mich. Denke ich, bin ich so selbstständig, dass ich klarkomme. Klar vermisse ich dich. Aber ich freue mich, wenn du deinen Posten, den du hast, gut machst und damit auch Erfolg für die Leute in Gjakovo bringst und gleichzeitig für uns. Është e kënaqshme, mas por mërzitet, se s'jam, po ka në tjetër kënaqshme se janë për njerëzit, edhe muj me arrit diçka për ata. Edhe kënaqshme se muj me arrit unë. Në rast që 2-3 herë më përmend qeveria. Cili është menimi yt për qeverinë aktuale ose për kryeministin aktual? Se ju që jetën jashtë nuk e di pse me një farë formë më duket sikur e keni një farë afirmiteti më të afërt me Albin Kurtin. Qeveria në momentale, unë e thash edhe njerë, ato jetë shumë mrapa. Jo mrapa, po ato na ka bloku. Dhe më thonë edhe në bujësi. Janë bloku me mbi 850 milion. Ai ka hinë një pozicion me hecë familjen para. Do më thonë 20 shtëpie se e merë, do të familje me pas, do të me angazhu familjen, me gjithë punë, edhe të ajo bloku komplet. Unë kur gjam me Albin Kurtin s'kanë. Betëm e ka marrë postin me hecë populli jënë para. Është që ka me Albin Kurtin, kur një njëri hinë post, e shonë UÇK-n. Falkeq, UÇK është, i shonë edhe nëna tëna, se na u kanë vërë në luft. Motrat, se na u kanë prej në luft, na u kanë dhënu. Tona të vramë, mbi 15.000 janë. Një njëri se ka marrë një pozit, edhe e shonë, edhe UÇK-n, edhe na kalon brapa. Na kuptojmë çfarë konflikti kemi qash me Amerikë, puna qeverisë.
Nëse e kishe pas përballë Albin Kurtin, cilat janë 2 fjalë që ja kishe thonë? Që kishe dash me t'i nguq ato 2 fjalë? 2 fjalë, janë 500 fjalë, 1000 fjalë. Po, Shembull e mora kështu. shembull, unë e moj men Albin Kurti kur ka ardhur në Gjermani ose në Europë, ka ardhur me marrë vota me fitu vetëm me shajtje. Edhe ta kishoj Serbin, jesha konë shumë i kënaqur. Po ka shoj popullin tonë. I ka shoj politikan tjerë, nuk po marrë emna. Me shajtje e ka fitu edhe e ka blloku jashtë Kosovën. Çka i kisha thonë, nëse mundesh me fitu me fjalë të mira, Gjermanë thonë, nëse s'mundesh me fitu diçka me inteligjencë, çoja rrugën tjetrit. Jo me fyrje, shajtje. Këto janë negativ, nuk arrit kurrë me atë punë. Me pozitiv mujna me arrit. Pse Albin Kurti kish mujnë me pozitiv, mu hi mu ba ministër, a kryeministër. Na kuptojmë që është ka një Albini. Po ka ardhë, ju ka ndru mendjen gërbeqarve. Pse ka ndru ata mendjen e din vetë. Po edhe na gërbeqarët kemi gabu, kemi votu për Albin Kurtin, ku ata kanë jetu atje, kanë pas një rrogë mirë, edhe unë që e kam po, tash qyfti jem, i kam thonë vllavit votu Albin Kurtin se dohet me votu. A unë e kam pas jetën teme të sigurume. Këta e kemi përjetu na. Edhe këta tjerë e kanë votu Albinin. Tash ta qyrim të zgjedhje tjera, kush fiton, a për mua i tham Albinit nëse dën me vazhdu, mu kujdes për krejt e luftës, ata janë burgja, ata janë herojt të popullit. Edhe mu kujdes për popullin. Populli si ka kushtet ishtë mira. Këto janë popullin me ushqy, edhe me liftu për drejtat e kreve të luftës, si janë hagë. Qofse se ban këta, na kena më humbë, a Serbia s'na ka bon këta, që na ban kjo atër. E kena leon pak si anash monën, kështu që e kishim pyet edhe një mesazh për fond edhe prej saj edhe prej teje, se a do të më kthy për një me shqiptarët në Kosovë. A do të më thonë, jo, po shkojnë apo investojnë në vend tonin se mjaftueshëm na shta kena nejt. Unë të hapi përqegjen, janë kthy shumë, edhe do të më kthy, edhe ma kalaj, ma thjesht e kanë me fitu parën këtu, se në Gjermani. Edhe krejt gërbeqarë qatë kthyhen, kanë me pas letë këtu. Edhe po të betona se ai se ka punu 8 orë punë në Gjermani, me 5 orë ka me arrit këtu. Aq kalaj sa është, aq letë. Zifrat, was würdest du oder ein Message geben in die Albaner, in Diaspora, dass sie zurückkehren? Oder können die was hier machen? Eine Message, also Ja. für die Albaner, Ja. dass die wieder zurückkommen. Auf alle Fälle. Also das Leben hier ist viel ruhiger und man kann selber sehr viel Jeta shumë ma bestimmen. qetë këto. Edhe mundet me vendos për vetë vetën. In Deutschland ist es so, dass du, klar verdienst du mehr Geld, aber du musst dafür viel mehr machen. Në Gjermani mundesh me fitu ma shumë parë, po do të më bësh shumë ma shumë. Und man hat diese ganzen Regularien oder ich sag mal der ganze Bürokratismus, der einen ausbremst, beziehungsweise der einen Bürokratia, blockiert. letra, dokumentat blokon. S'len. Hier, Ah, ja. hier ist es viel einfacher, also ich Doch, schon mal empfinde es mafiös. viel einfacher, ein Business zu machen, Po ma kallaj me bëni biznis. nach den Vorstellungen, wie man die hat, und das Ganze umzusetzen, ohne dass man ausgebremst wird. Ja. Për mi po pa pingu kërkush e pa ndol kërkush. Këto janë bizniset e leta. Kjo ma thot një herë para 3 vjetëve një fjalë, i tregojsha sokur për para, thëshëm në Gjermani gjanë njëri para rrugës. Po, E më që tha, shkina menu. ma bani tha që është para rrugës, po këto gjanë para në rrugës. Kush do të më punu? Me të vërtet janë katunët, thot. Unë po flas shumë për katunë. Me desht, një moj një tjetër të krahin, Kosova arret shumë për para. Ta po të hapi fjallën, kjo është shumë e vërtet. Najna të punu qëto, një mori njëve, me ne këto, kam shumë edhe në katunë të tjura, ku më thot një djallë, të du më do në Austri një 2 vjetë, për me afru, me bën disha me sjell një shtallë për ljumë. Edhe kam dëshira dhe ati me ndimu, për këtu në shqetnis të me fitu paren, edhe këtu me nejtë. Mësë më shku hiç në Mos më Austri. shkoj që Po. Apo
Kështu që shumë faleminderit që ke sot. Edhe Unë për më ju. me juve, inshallah se kena lënë shumë anash, inshallah su mërzit. A je mërzit? Se nuk për kupta u u lodhe. fjallën mërzit. A je lodhe? Nuk u lodhe, a? Jo. Shumë mirë. Të ka pëlqy veni? A ke kalu mirë? Iskut, Shumë mirë. Faleminderit shumë. edhe për ju shumë faleminderit. Respekte. Faleminderit që keni gjithë komu konë sot me mua dhe shpresoj që keni Edhe me për na ne. prit një ditë e firma juj. Gjithësisht. Edhe kena marrë mi Ti populla. vetëm unë sa u shërë bëzuën, ti hynë e zenë, Mirë se erë. mirë se vini. Mirë se veni. Mirë se vini, faleminderit e për ju. Faleminderit shumë, u pafshim juve shpirt mira. Shumë faleminderit, respekt. Faleminderit shumë. Kështu që miqtë e gazetës Demos, kaq kishim një për këtë të shtunë. Jemi shtunën e ardhshme, kështu që krejt ju qajni jashtë, që në munën, që zhuk të kje këta në dhe jo se keni shka me bon këtu. Tëmë të nga jemi.